Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimi takon Allahu xhalla xhelaluhu, paqja dhe mëshira e tij qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e fundit. Vëllezër dhe motra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith thotë: kush nuk falenderon njerëzit, nuk falenderon dot Zotin e gjithësisë ashtu siç duhet. Nxjerr rastin t'ju falenderoj juve një radhë parë xhamatin, sepse nëse nuk do të ishit ju, të jeni të bindur se takimi me vëllezërit tanë do të ishte ndonjë kafe dhe nuk do të diskutonin apo nuk do të përmendin kaq shumë të mira. Pra themeli i kësaj mirësie jeni ju xhamati. Se në një hadith tjetër thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, sharaful makan bil makin, nderi i një vendit është në banorët e atij vendit. Pra nëse nuk do të ishit ju, nuk do të ishin as vëllezërit tan, po edhe ne hoxhallarët nuk do të ishim. E përmend pra pejgamberi alayhis salatu wassalam thot, kush nuk falenderon njerëzit, nuk falenderon dot Zotin. Nëse ne nuk dim të falenderojmë njëri tjetrin për këto mirësi, nuk arrim ta kuptojmë se sa i madh është Zoti i gjithësisë, nuk arrim ta kuptojmë se sa mirësi Zoti na ka dhënë. Pjesa e dytë që dua të falenderoj tek njerëzit është pikërisht hoxhallarët që bën kaq rrugë për të ardhur deri këtu. Zoti çdo metër që kanë lëviz ju shkruajt argument në ditën e gjykimit për të qenë në mëshirën e tij dhe inshallah në xhenetin më të bukur, në xhenetin Firdaus. Vëllezër dhe motra, Allahu i madhëruar na ka dhënë shumë të mira, siç thamë, na thanë hoxhallarët, dhe është pak e vështirë të flasësh në fund të tre hoxhallarëve të cilët na shtjelluan tema të ndryshme, por në këmbë të duas, sepse nëse e ndajmë ligjëratën në 4 pjesë është bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa dua ila Allah. Që do thotë të fillosh me emrin e Allahut, të falenderosh Allahun, të bish salavat me pejgamberin alayhis salatu wassalam dhe në fund të bësh dua që Allahu i madhëruar t'i pranojë të gjitha këto. Në këmbë të duas më lejoni t'ju kujtoj disa gjëra, se edhe namazi po afron. Hoxhallarët na preken disa tema të rëndësishme. Njëra prej temave që në marrëdhëniet njerëzore, pra mes njëri tjetrit, si duhet të sillemi me njëri tjetrin, dhe tema tjetër që shtjelloi hoxha i nderuar ishte marrëdhënia me Allahun e madhëruar, pra sa e shfrytëzojmë ne duan, lutjen tek Allahu i madhëruar. Vëllezër dhe motra, Kanuni Sultan Sulejman ose ligjvënësi në kohën e Shtetit të Lartë Osman i bën një pyetje një dietarit të asaj kohë, që e kishte edhe vëllat e tij, nga nëna dhe nga babai, por jetonin larg njëri tjetrit, se vllai i tij nuk pranonte të ishte pjesë e administratës, po i themun qeveritare të asaj kohë. I shkruan një letër dhe pyetja ishte shumë e thjeshtë. Kur mendon se mund të prishet gjithë ky shtet i madh? Siç ishte pyetja shumë e thjeshtë, përgjigjja ishte shumë më e thjeshtë se kjo. I kthen përgjigje, hap letrën dhe të shkruar kishte ç'më duhet mua. Nevrikoset sultani, të mos më përfilli vllai mua, unë i kam bërë një pyetje shumë të rëndësishme. Ai nuk më përfilli. Udhton, shkon drejt e tek vllai. I thot, më ke përulur, nuk më përfille. Të bëra një pyetje shumë serioze dhe ti më the ç'më duhet mua. I thot, nuk të thash ty ç'më duhet mua. Ajo është përgjigja. Si është përgjigja, thot? Kur njerëzit të fillojnë të thonë ç'më duhet mua për këtë hall, ç'më duhet mua për këtë problem, ç'më duhet mua, unë nuk jetoj atje, ç'më duhet mua, nuk është raca ime, ç'më duhet mua, nuk është ngjyra ime, ç'më duhet mua, unë s'jam politikan, ç'më duhet mua, unë s'jam drejtues, e më radh, ai vend ka marrur. Ne jemi në atë fazën e asaj që i themi atyre që thonë ç'më duhet mua, i themi ne atyre ç'më duhet mua. Pra e kemi kaluar atë fazën e parë që ka një hall në filan vend, po ç'më duhet mua.
Këta janë ata, shkalla e parë. Ne jemi shkalla e tretë apo e katërt që i rreshtojmë, ç'më duhet mua, harrojmë se sa i sa ti janë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij si thotë, nuk ka besuar në të vërtetë ai person i cili nuk dëshiron për vllain e tij atë që dëshiron për veten e tij. Ne dëshirojmë të kemi një familje të mirë, fëmijë të mirë. Ne dëshirojmë të kemi një shtet të mirë. Ne dëshirojmë të kemi një marrëdhënie të mirë me njëri tjetrin. Ata të cilët kanë biznes dëshirojnë të kenë një biznes të mirë. Ata të cilët punojnë në një punë kanë dëshirë të kenë mbarësinë atë punë të ecin me radhë, pra gjithë cili ka ato dëshirat e tija të jetë mirë me njëri në atë vend ku janë. Një ditë pejgamberi alayhi salatu wasalam i thot sahabeve: a keni dëshirë që Allahu i madhëruar mos t'ju refuzoj lutjen juve? Po, i dërguari i Allahut. Atëherë do të lutuni pa gjunahe. Ja Rasulullah, a ka njeri pa gjunahe? I thot, lutuni për njëri tjetrin. Kur vllai juaj ka një hall, ju lutuni për të. I kërkoni Allahut të madhëruar që t'ia zgjidhë hallin atij. Sepse Allahu i madhëruar nuk i merr parasysh gjunahet tuaja në lutjen që ti po bën për vllain tënd. Por përgjigjja më e bukur është se Allahu i madhëruar thot: robi im e harroi veten e tij, i harroi hallet e tij dhe po lutet tek unë për hallet e vllait të tij. E unë si Zot më takon që atë lutje që ka bërë për vllain e tij në fillim t'ia jap këtij që lutet, pastaj vllait të tij. Pra nëse duam që të na zgjidhet një problem, të lutemi për ata vëllezër, për ata motra që kanë halle, që Allahu i madhëruar në zemrat e tyre të çojë në mend hallin tim, ti lutën Allahu të madhëruar dhe ata për hallin që kam unë. Është e garantuar. Është e garantuar. Pra nëse ne fillojmë duke thënë ç'më duhet mua për çdo gjë, atëherë edhe atij tjetrit ç'i duhet për hallet tuaja. Ç'i duhet? Prandaj shkatrimi më i madh i një shoqërie është në momentin kur ne themi ç'më duhet mua. Në kohën e Harun Rashidit ka qenë një dietar, po më tepër ka qenë tip Babaxhani dhe njerëzit e quanin për njeri me të meta mendore, sepse nuk u sillte normal në syrin e njerëzve. Behlul Dana quhet. U fuste në treg edhe i këshillonte tregtarët duke ju thënë: keni kujdes në peshore, keni kujdes këtu, keni kujdes atje, po tregtarëve nuk ju interesonte shumë kjo, se do fitonin. I thonë një herë Harun Rashidit, i thonë: po na përzihet shumë. S'po na lën të tregtojmë, në momentin kur kemi klient, vjen ju tregon çfarë kusuresh kanë produktet e me radhë. E thret dhe i thot mos u përzi më në treg. Po ky kishte një biçan të vetin në treg. Ndakor thot, nuk do përzihem më, të nesërmen merr një dele, e pren dhe e var para dyqanit vet. Një ditë, 2, 3 fillon të vijë era deles. Vinin tregtarë dhe i thonin: hiqet delen se na era e rënd nuk futen klientët në treg. Ç'u duhet ju thot? Pse përziheni? Ky është dyqani im, ky është malli im. I shkon fjala prap Harun Rashidit, ka varë një dele atje nga era e rënd, nuk futemi tot brenda në treg. E thret. Pse e varë thot? Ja Emir al-Mu'minin. Këshillat e mia ishin që të mos ju vinte era gjunah mallrave të tyre. Por ata i kishin mbyllur hundët dhe nuk donin ta dinin. Në momentin që filloi t'ju vinte era e dynjas, era e keqe e dynjas, këta u bezdisen. Pse? Dhe erdhën të gjithë më thonë mu, hiqe atë se po na bezdis. Po kur më bezdiste mu era e haramit? Nuk u merrte parasysh? Pra vëllezër dhe motra, nëse ne nuk interesohemi për njëri tjetrin, për të mirën e njëri tjetrit, do të thotë që nuk jemi në rregull. Pra është ajo që më duhet mua. Dhe besoj se Hoxha i nderuar tha, një ndër momentet më të bukura kur Allahu i madhëruar pranon duan e njeriu, e besimtarit, është koha kur ai është në gjendje më të vështirë. Dhe besoj se nëse hym të krahasojmë atë që s'ka këmbë me atë që ka një këmbë, me atë që ka 2 këmbë, me atë që ka një biçikletë, me atë që ka një motor, me atë që ka një makinë, me atë që ka
2 makina, 3 makina, halli më i madh i kujt është? I atij që s'ka kam. Sot, nëse ne themi kemi halle, kur vëllezërit tanë, motrat tona kanë halle më të mëdha, kujt i pranohet lutja? A neve apo atyre? Besoj se atyre. Atëherë, pak më parë çfarë thash? Nëse duam që të na zgjidhen problemet tona, duhet i lutemi Allahut të madhëruar për ata që kanë më shumë halle se ne, në mënyrë që Allahu në zemrat e tyre të çojë në mendje edhe në zemrat e tyre emrin apo popullin ton që të luten edhe ata tek Allahu i madhëruar. E sot popull më në hall se Gaza nuk ka. Popull më të mjerueshëm se Gaza nuk ka. Wallahi billahi, sikur njërit prej atyre t'i bi nërmend për ne si xhamat të gjithë dhe t'i thotë Allahu të madhëruar, o Allah, ata nuk na harruan në duat e tyre, ata nuk na harruan në mezhliset e tyre, vallahi mund të them që do jetë argumenti më i madh tek Allahu i madhëruar në ditën e gjykimit, që thotë Allahu i madhëruar, këta janë ata që kujtuan vëllezërit e tyre në kohën më të vështirë, unë do t'i fal këta. Se për veprat tona ne jemi të humbur. Zoti na ruaj, Zoti na bëf për atyre të cilët nuk e harrojnë njëri tjetrin. Edhe një herë faleminderit të gjithëve. Allahu ju shpërbleft më të mira. E inshallah në ditën e gjykimit Allahu i madhëruar na ringjall bashkë me pejgamberin alayhis salatu wassalam, bashkë me pejgamberët e tjerë, bashkë me të gjithë ata të cilët Allahu i quan në Kur'an të sinqert, besnik, dëshmor, e inshallah me mëshirën e tij në xhenetin më të bukur, në xhenetin Firdaus. Thot një dietar, ai mjafton besimtarit të jetë në xhenetin Firdaus. I mjafton. Por një besimtarit të zgjuar nuk i mjafton. I kërkon Allahut të madhëruar, o Allah, më solle deri në Firdaus, po, më jep edhe mirësinë që të shoh bukurinë tënde. Inshallah Allahu na bën për atyre të cilët do të shohin bukurinë e tij. Zoti ju shpërbleft.